Ne nuk e votojmë Kadri Veselin për kryeparlamentar të Kosovës. Kadri Veseli është figura kyçje e të ashtu quajturit procesi kapjes së shtetit, të cilin aq shumë e ka shpjeguar edhe Ramush Haradinaj. Tash ai është bërë bashkë me Kadri Veselin në kapje të shtetit. Lëvizja e vendosje padyshim që e ka emrin e njëjtë, është zonja Albulena Haxhiu si e propozuar, por ne me qenë se e kemi po që të gjitha subjektet politike që dje janë prononcuar se do ta kishin qëndrimin e njëjtë, edhe në këtë seancë, unë mendoj që kjo situatë politike nuk mund zgjidhet vetëm me një marrëveshje politike. Pa krimin e një mazhorance këtu në kuvend për kryetarin e kuvendit, nuk do të mund të themelohet vetë kuvendi. Mirë, po kjo e njëjta logjikë është edhe për nënkryetarët. Atëherë ne, zoti kryesues, kërkojmë një kushtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë, të cilën e patëm 3 herë radhazi në kuvendin e Republikës Kosovës. Edhe sot ne jemi këtu për të mundësuar konstituimin e kuvendit dhe për të ecur përpara. Normalisht që për të zgjedhur kryetarin e kuvendit është përgjegjësia e atij që e propozon dhe besoj që edhe aty ju takon që të bëjnë votat nëse mundën. Nëse jo, atëherë unë besoj që duhet me menduar edhe për opsionet e tjera të cilat i parashihen me kushtetutë.